Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që hanë kohës duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Më shumë se gjysma e grave në botë vuajnë nga të paktën një herë në jetë nga infeksionet urinare dhe organet e tyre. Në pjesën më të madhe të rasteve këto infeksione shkaktohen nga mikroorganizmat Candida albicans. Në trupin e njeriut mund të gjenden plot 20 lloje të ndryshme të Candidas. Simptomat kryesore të këtyre infeksioneve përfshin kruajtje, djegje, sekrecione dhe dhimbje gjatë urinimit. Këto simptoma shfaqen kryesisht për shkak të shumimit të bakterieve në rrugët urinare dhe në organet tuaja. Këto infeksione shfaqen edhe për probleme të ngjashme. Këto infeksione mund të trajtohen në mënyrë efikase edhe nëpërmjet medikamenteve të caktuara, por ato mund të shfaqen sërish. Përveç trajtimeve me medikamente, shumë ekspertë këshillojnë përdorimin e kosit për të penguar shumimin e organizmave të lartë përmendur. Kosi, ai i shtëpisë, natyrisht është i pasur me probiotik ose siç njihen ndryshe baktere të mira. Ndër bakteret më të mira që ofron kosi janë lactobacillet, të cilat sipas ekspertëve ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të stomakut, traktit urinar dhe organeve tuaja. Ekspertët në Finland kanë zbuluar se gratë që konsumojnë vazhdimisht 3 ose më shumë racione me kos në javë, përballen me më pak infeksione urinare dhe organet e tyre krahasuar me ato që nuk i konsumojnë, citojnë ekspertët e Healthline. Sipas ekspertëve të fushës, konsumi i kosit në dietën tuaj do të japë rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kosi është një nga produktet më të mira të qumshtit, i njohur për marrjen e elementeve të fermentuar të tij. Bakteret që gjenden te kosi janë të mira dhe gjithashtu mund të japin përmirësime për organizmin tuaj. Ekspertët e cilësojnë kosin si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese, ndaj edhe duhet ta keni pjesë të pandërprerë të dietave tuaja të përditshme. Kosi mund të bëhet nga të gjitha llojet e qumshtit. Varietetet e bëra nga qumshti i skremuar konsiderohen pa yndyrë, ndërsa ato të prodhuar nga qumshti i plot konsiderohen me yndyrë të plot. Kosi thjesht pa aditiv është një lëng i bardhë i trashë me shije të mbrehtë. Megjithatë, shumica e markave komerciale përmbajnë edhe shtesa të tilla si sheqeri, gjithashtu edhe shije të ndryshme artificiale. Kosi përmban pothuajse të gjitha lëndët ushqyese që nevojiten trupit të njeriut. Gjithashtu, ai është i pasur me kalcium, një mineral shumë i nevojshëm edhe për të pasur kocka të forta dhe një organizëm më të mirë. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e kosit në dietat tuaja të përditshme si një zgjidhje natyrale efektive në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni për shëndetin tuaj, atëherë kosi duhet të jetë pjesë e pandërprerë e dietave tuaja. Kjo pasi kosi përmban edhe nivele shumë të mira të proteinës. Kosi përmban një sasi shumë të mirë të proteinës. Proteina është treguar se nxit metabolizmin e njeriut duke nxitur kështu edhe shpenzimin e energjisë, ose numrin e kalorive që digjni gjatë gjithë ditës. Marrja adekuate e proteinave është gjithashtu e rëndësishme për rregullimin e oreksit, për prodhimin e hormoneve që sinjalizojnë ngopjen. Ai mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e numrit total të kalorive që konsumoni, gjë që është shumë e dobishme për kontrollin e peshës suaj të përditshme. Disa lloje të kosit përmbajnë baktere të gjalla, të cilat janë të dobishme për aparatin tuaj tretës. Por kosi gjithashtu është një proces nxitës për bakteret të dobishme të stomakut. Edhe pse disa lloje të kosit etiketuar që përmbajnë kultura të gjalla aktive, shpesh i humbasin ato gjatë transportit në dyqane ose në kushtet e ruajtjes. Disa lloje të probiotikëve, të cilët gjenden me shumicë te kosi, janë treguar se reduktojnë simptomat e pakëndshme të sindromës së zorës së irrituar dhe gjithashtu sjellin rezultate mjaft të shkëlqyera në rritjen e përfitimeve të trupit, gjithashtu edhe në përmirësimin e imunitetit tuaj. Kosi mund të ofrojë edhe një forcim të aktivitetit të sistemit tuaj imunitar. Konsumi i rregullt i kosit, veçanërisht nëse përmban probiotik, mund të forcojë sistemin imunitar dhe të zvogëlojë gjithashtu edhe infeksionet.
Probiotikët, magnezi, seleniumi, zinku janë në përbërësit e kosit dhe gjithashtu kanë efekte të mira pozitive në sistemin tuaj imunitar dhe mund të parandalojnë edhe komplikacionet e tij. Ndaj, nëse doni që të merrni kosin në dietën tuaj për të përmirësuar imunitetin, atëherë mos nguroni që ta përfshini vazhdimisht në ushqimet tuaja. Kosi mund t'i ofrojë përfitime të mira edhe shëndetit tuaj të zemrës. Kosi përmban kryesisht yndyrna të ngopura, një sasi të vogël të acideve yndyrore mono të pangopura që gjenden te kosi. Disa studime tregojnë se marrja e yndyrnave të ngopura nga produktet e qumshtit mundet të plotësojë edhe nivelin e kolesterolit, të cilat mund të kenë efekte mbrojtëse edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Ndaj, edhe përfshirja e kosit në dietën tuaj do t'jap rezultate të shkëlqyera mbrojtëse në rritjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Për më tepër, kosi përmban element probiotik, të cilët japin rezultate të shkëlqyera në rritjen e vlerave të trupit, parandalimin e komplikacioneve dhe gjithashtu ndikimin pozitiv që ka në rritjen e shëndetit tuaj. Kosi i përgatitur në kushtet e shtëpisë është një aleat i vërtet i shëndetit. Nëse doni që të rregulloni sistemin tuaj tretës, atëherë përfshirja e kosit në këtë aspekt do të jetë një mburojë mirë ushqyese në ndihmën e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Së pari, kosi është një nga nën-produktet e qumshtit. Ai përmban nivele të mira të kalciumit, vitaminës B2, B12, kalium dhe magnez. Kosi mund t'i ofrojë përfitime të mira sistemit imunitar, të parandalojë komplikacione të ndryshme dhe gjithashtu që është më e rëndësishme ja ndihmon në marrjen e niveleve të duhura të proteinës. Elementet që gjenden te kosi do të përbëjnë shtyllën kryesore mbrojtëse për sistemin imunitar dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të rrisni përfitimet e trupit dhe të mos shkaktoni luhatje të dëmshme të organizmit, atëherë kosi duhet jetë pjesë e pandare e shëndetit tuaj. Ekspertët e cilësojnë kosin si një nga nën-produktet më të mira të qumshtit që mund të konsumohen edhe nga personat të cilët vuajnë nga intoleranca ndaj laktozës, pasi përbërësit e kosit janë më të efektshëm edhe për të mbajtur larg këto probleme. Kosi përmban dy nga përbërësit ushqimor më të rëndësishëm të dietës suaj, proteina që jep trupit tuaj fuqi dhe kalciumi që ndihmon në ndërtimin e kockave tuaja më të forta. Nëse doni të vini trupin në formë dhe të humbisni kilet e tepërta, atëherë kosi duhet jetë pjesë e pandërprerë e dietave tuaja të përgjithshme. Ka qindra arsye kryesore pse kosi duhet jetë në listën tuaj të ushqimit. Këto janë arsyet sipas dhe Elsajt pse duhet të konsumoni kos vazhdimisht. Ai do të ndihmojë në eliminimin e kilogramëve të tepërt rreth belit. Hani rreth 500 gram kos në ditë dhe bëhuni gati të blini pantallonat ose xhinset e reja. Një përmas më të vogël, kjo kuptohet. Kosi është shumë i mirë për ata që mbajnë në dietë. Sipas studimeve amerikane të Healthline, 500 gram kos në ditë mund të ndihmojë në humbjen e rreth 22% më shpejt peshën trupore dhe 81% peshën rreth belit. Kosi përmban bakterie të mira. Bakteritë e mira që gjenden te kosi janë të mira për aparatin tretës dhe ndihmojnë në zhdukjen e mikroorganizmave të këqija, të cilat mundet të shkaktojnë edhe probleme të infeksioneve. Për këtë arsye, kosi është një nga zgjidhjet produktive më të mira ushqyese në ndihmë të shëndetit. Kosi është i pasur gjithashtu plot me vitamina efektive për mbrojtjen e shëndetit. Përfshirja e një paketimi rreth 500 gram kos në ditë mund t'i jap edhe përfitime të mira të fosforit, jodit, zinkut, potasiumit, riboflavinës, vitaminës B5, madje edhe vitaminës B12. Këto vitamina janë shumë të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të siguroni një mbrojtje efektive të shëndetit, këto produkte duhet të jenë pjesë të pandara të dietave tuaja. Kosi është një ushqim perfekt edhe për të konsumuar mbas palestre, gjithashtu edhe për të marrë nivelet e duhura të kalciumit. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që do t'i ofrojë shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.